Njëjtë për Korçën. Unë pajtona me kolegët, veç mendoj që duhet me shtu edhe për krahjen që ja ka dhënë Ministrisë Mbrojtjes, Ushtrisë Kosovës gjithsesht, sepse ne jemi të vetëdijshëm që... Mund të mbullakosh edhe në atë, se si e sheh, cilat kanë qenë sukseset kryesore të 5 vjeçarit. Kjo e veriut, me që e njof shumë mirë veriun, kom punu 13 vite në veri edhe e njof shumë mirë, është suksesi më i madh. Mirë po tash me në siguri edhe, jo vetëm në siguri, jo vetëm në siguri, edhe në kufirin, dhe më thonë, në mbrojtjen e kufirit. Edhe një diçka tjetër, pa tjetër. Kush na i bën? Po, mirë po nuk duhet me arru që na kemi NATO. Jo, NATO janë i mbron. A lirë sa i përket kufirit... Leta elaboron Korçë, hajde Korçë. Mendoj që edhe kufirin, edhe bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk bëhet për kontrabombë. Vazhdo. Kjo tregon që nuk është bashkë ashtu qysh po e thojnë gjithë që Albin Kurti i ka prish punët me Amerikën ose diçka tjetër. Unë nuk mendoj kështu, sepse bashkëpunimi sidomos në aspektin e sigurisë, me KFOR-in, me ushtrinë amerikane, me Ajovën, është shumë i mirë, edhe mendoj që sa i përket çështjes së sigurisë, deri me tani ka bërë mas shumti prej gjithë kryeministrave të kaluam, edhe për momentin territorialiteti i Kosovës është i pakontestueshëm, edhe mendoj që edhe deklaratat e zyrtarëve amerikanë që... Ku ka qenë i kontestueshëm Korçë? Sa i përket problemet që kur kemi pas barikadat në veri. Ata që ti pepën me Amerika edhe Bashkimi Evropian, kur Korçë ka thonë, absolutisht. Nuk i kanë kontestu kufit e Kosovës. Pajtohem, integritet